makina arrin 380 kuaj fuqi që të kap 100 km/h në 5 sekonda. Dhe të arrin një shpejtësi maksimale prej 298 km/h. Puna është se ajo nuk duket edhe aq e shpejt. Mund të fusësh marshe, njëra pas tjetrës, të shtypësh gazin, të zhurma, dhe pastaj nuk ke se çfarë bën, pres ditën e gjykimit. Ajo nuk vjen kur. S'do ta quajmë nga dalë, sepse do të ishte qesharake, po s'është. Nuk është aq e shpejt sa që prisja që të ishte. Kjo do të thotë që kjo makinë do të vazhdoj betejën me pak pluhur të lagësh. Dhe ky është problem, sepse me të njëjtën shumë parash, shiko ç'mund të blesh tani. Bë më vonë e re më 6. Për ta ndërtuar këtë, ata kanë marrë 6 serie dhe i kanë vënë motorin V10 të një M5.